Të nderuar xhamat, jemi në prak të ditëve të Dhul-Hijjës, ku besimtarët musliman nga të gjitha vendet e botës kanë marrë rrugën gradualisht tufa për të shkuar në vendet e shenjta të Zotit Xhelel Xhelalu dhe për të kryer ceremonitë e haxhit. Lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu që ata që kanë shkuar atje, Allahu t'u aleton. E ajo që ka na përket neve është që në ditët e Dhul-Hijjës edhe neve t'i shfrytëzojmë në vepra të mira, në adhurime, në agjerime vullnetare, në sadaka, dhe maja e tyre është dita e Arafatit, ku Zoti i Madh Xhelel Xhelaluhu liron nga robërit e vet shumë prej tyre, i liron prej mëkateve dhe gjunaheve dhe pasojave të tyre, duke i kurorzuar me lirim nga zjarri i xhenemit. Në radhës se pejgamberi alayhis salatu wassalam thot kana yata'awwadh, ai edhe kërkon të mbrojtje, dhe kjo është lutje. E tani do të sjell një varg kapitush të cilat pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka mësuar ummetin e vet si të kërkojnë mbrojtje. Dunjaja të ndërum xhamat është me marr edhe murujt. Pra mi mort mirat e murujt pit këqijave, që kjo është rezimeja. Pejgamberi alayhis salatu wassalam sikur që lutej, o Allah, ma rregullo fen time, ma rregullo dunjan time dhe më jep përfundim të hajrit. E çka kërkon të mbrojtje? Thot Ebu Huraira, e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wassalam duke kërkuar mbrojtje për këtyre gjërave. E para prej tyre kana yata'awwadhu wa yaqul, thonte Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga belaja e lodhshme. Ka bela dhe bela dhe bela, laraman. Nga cila ka kërku bela, nga cila bela ka kërku mbrojtje pejgamberi selam? Nga ajo bela e cila të lodh. Kanë thonë dietarët, cila ajo bela e cila të lodh? Është ajo bela e cila kur të vjen ajo sprov, ta harron çdo angazhim tjetër. S'ki mo takat me menu për çdo shka. Apo, për shembull sa për njerëzve runa Zot dhe kanë fëmijë të sëmur, apo dhe fëmia kur sëmuhet ran me kancere të ndryshme, tumore të ndryshme, e ranon prindin. Ai nuk mundet me pa. Ai edhe në shkoft në punë ka me shku me trup. Kjo belaja e ka lodh, dhe ka bela të lodhshme. Andaj ka thonë alayhis salatu wassalam, o Allah, më ruaj nga belaja e cila lodh. Lodh qatë shumë të lodh sa si ti mo kur gjë tjetër s'në ban. Ka njerëz belaja i prapton, i rrxon, s'ka feqe e ma, s'ka durim, s'ka përmbajtje, dhe i vjen një sprove dhe rrxon. Ka thonë pejgamberi sa Allah ruaj mbi çfarë belaje. Mos më çodë një belaje cila më prapton mua. Ka njeriu, thot Imam Baghawiu, unë di njerëz të cilët kanë vdek nga belaja e llafit. Ja ka thonë një llaftron dikush, sa kanë çat fort me majt, ka vdek. Dhe njerëz vdesin nga belat. Apo, dhe transmetime ndryshme thuhet se Ebu Bekr Siddiku radhiyallahu an është pas vdekjes pejgamberit selam është tha dhe ka vdek. S'ka mujt, pro gradualisht s'ka mujt, e ka mojt në veti, dhe shumë prej ka vdek. Mas i ka vdek pejgamberi selam, Ebu Bekri ka jetu veç 2 vjet. S'ka mujt më me bajt atë jetë ku nuk ka është pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe njerëzit janë laraman në përmbajtjen e duas, në përmbajtjen e belas. Andaj çka tha pejgamberi selam, dhe këta do të më bëj dua këtë lutje besimtari. O Allah, mos më ço bela që s'më më e bajt, më lodh. Më angazhon vetëm me çat punë, se që unë s'm baj punë tjera. Dhe shejtani pastaj intervenon aty, edhe ta mban fokusin vetëm te ajo bela, që ti mos kish më mundësi me bë vepra tjera. Kjo është e para. Pastaj çka tha? Wa'udhu bika min darakish shaqa. O Allah, tha, kërkoj mbrojtje nga shkallët e ulta të mirimit. Kemi shkallë të larta dhe shkallë të ulta. Arabët shkallëve të larta ju thojnë deregje, darajat, dhe shkallëve të ulta ju thojnë darakat. Ha? Kur i ka përshkujt Allahu hipokritat në Kur'an, çfarë ka thënë? Innal munafiqina fi derki al-asfali minan nar. Ata janë munafikat në shkallën derk, mat ulta të xhenemit. A për besimtarët çfarë ka thënë? Darajat, ata janë në alt atje. Një shkronjë dallon. Çka tha alayhis salatu wassalam? O Zot, rujëm prej mjerimit, ama ati mjerimit që më qënë të poshtë. Keni pa njerëzit, e kap një depresion, ani angst, ani mërzi, edhe më veç si bunar të poshtë. Ka përna sa më rujëm o Zot për qësaj. Zdu me shku me mjerim të poshtë. A mjerimi jo i keq, fukaralloko i keq,
Ama duhet njëri me sabër. Apo depresioni i keq, klodh, ankthi i keq, trishtimi i keq. Ama duhet me sabër, duhet me durim dhe me kërku mbrojtje te Allah o Zot. Edhe nëse mbaje çtu, mbaje çtu. Shumë për njerëz mendojnë thotë, s'ka ku shkon më tepër belaja. Jo, belaja shkon deri në xhenem. Kur gjo nuk janë bela të kësaj bote, çka është belaja ahiret? Ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allah ruajmë nga shkallët e ulta e mjerimit. Pastaj ka thënë, wa a'udhu bika min su'il qada. Allah, më ruaj tha nga e keqja e kaderit. Kaderi kiti mirë te Allahi. Ama kur të vjen e tije, të vjen i keq. Apo për Allahin vdekja caktimo. Çatë robin boll jetoj, bëma këtu. Për Zotin a e mirë kjo ka do. Se e merë robin të vetja. Ama vetën anën e vetë, vete vllavin e vetë, thot, vdiq filani. Për këtë kaderi o i keq, për Allahin a i mirë. Andaj që ka tha alayhis salam, o Allah rujem nga kaderi që unë e përjetoj keq. Mos më ban me përjetu kaderin keq. Nëso i kaderi caktimin së në ndryshonti. A mund është me thonë, filani mës vdese, o të jethu pës zëndodha jo. Andaj shiko, gjithë të caktimet e Allahut janë të mira, po na shpesh i lexojnë a keq. Shpesh i lexojnë a keq. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyyi rahimahullahu ta'ala, me ta qelë Allah i librin tanë, qështë ta ka shkrujt jetën këtë, kaderin, ta ka shkrujt Zoti, pise ki lindë sa ki me vdek, detalj ta ka shkrujt, imcina. Me ta qelë Zoti librin, edhe me thonë, që qështu ki me pas nesër, qështu ki me pas nesër, qështu mas nesër, dhe erin në fund. I kishe thonë Zotit ti, edhe une, o Allah, kur gjo mos ndrysho, qështu mas mirë ti po, se ka shkrujt Zoti madh. E ka shkujt Zoti i madh, i gjithdijshmi. Ama na ngutmi, e thojna pse ndodhi që kjo, e pse ndodhi që ajo. Ka thënë alayhis salam, o Allah, më ruaj nga kadaja, që ciktimi që mund së më vjen mirë. Dhe duaja e fundit që ka bo prej mbrojtjeve të pejgamberit alayhis salam, ka thënë wa'udhu bike min shematatil a'da. O Zot, mos i knas armiqtë e mi me ngjarjet e mia. Çka ndodh mua mos i ban ata me u gëzue. Musa alayhis salam kur u kthi pe te biseda Allahu xhel xelaluhu, e ka gjet popullin e vet të adhuru viçin. Edhe e ka pa Harunin alayhis salam vllavin e vet, të cilin e ka lënë kujdestar të bijtë e Israilit. E ka kap për mjekre dhe ka thonë, o vllavi jam, çish ti ka mundsi me Milan këto me bo shirk. Ka thonë, unë munova minal, unë s'dashta mi përqa. O këto s'u ngojshin mua. Andaj pastaj ja tha një fjalë. Tha, o vllavi jam, mos i ban mu knasht armiqt tu për laun e ti. Armiqt, shpesh i knasin vetë muslimant. Shekib Arsalan, njeri prej të shquarve të Egjiptit, çfarë thënte? E kam medituar mbi 50 vjet punën e muslimanëve dhe e kam pa se problemi i muslimanëve janë vetë muslimanët. Se problemi i muslimanëve janë vetë muslimanët. Se ata vetë i knasin armiqt e tyne. Çka tha alayhis salam? O Allah, bani dua, kërkoj mbrojtjen tane, me mua mos të kënaqen armiqt. Me mua mos kënaqen armiqt. Besimtarit me duhet me kërku mbrojtje. Sa prej gjërave të ndërum xhamat, njeriu nuk i ban veç me spekzuar mikun. Veç me spekzuar mikun. E ka prej njerëzve që se kanë ngajla gëzohet armiku ajo. Lusim Zotin e Madh që Allahu të na ruan nga çdo e keqe kësaj bote dhe ahiretit.